Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari ka bërë të ditur se 84 pacientë janë duke u trajtuar në klinikat në Shkup, nga rasti tragjik që ndodhi të dielën në Koçan. Ai tha se edhe 51 pacientë të tjerë janë duke u trajtuar jashtë vendit, ku gjatë ditës pritet që edhe disa të tjerë të dërgohen. Sipas tij, pasi janë liruar kapacitetet, të gjithë të lënduarit janë duke u trajtuar në klinikat e Shkupit dhe nuk ka pacient në Shtip ose Koçan. Dua t'ju informoj se gjendja e pacientëve që dje ishin të hospitalizuar, të gjithë janë në gjendje relativisht stabile. Fatmirësisht asnjë prej pacientëve të cilët dje ishin hospitalizuar nuk ka pasur ndonjë farë komplikimi. Deri tash në klinikat e Shkupit ka 84 pacientë. Strategjinë e kishim pak e ndryshuar, dhe të gjithë pacientët prej Koçanit dhe Shtipit i morëm këtu, pasi që 51 pacient tashmë janë jashtë vendit. Unë kisha deshë edhe njerë të tregoj se në Turqia 9 pacient, në Bullgari 14, në Greci 5, në Serbi 17, në Ungari 2 dhe në Romani 4. Sot shpresoj se shkon edhe një fluks i pacientëve, në Sloveni 4, në Kroaci 4, në Austri 6 dhe në Beograd edhe 12 pacient. Gjithashtu ka disa raste të reja të cilët pacient dje nuk janë paraqitur as pak të mjeku, po sot kanë paraqitur simptome të caktuara dhe janë paraqitur 2 pacientë në Shtip. Pasi më në Shtip dhe në Koçan tash nuk kemi më pacientë, të gjitha pasi u shprazën kapacitetet këtu i kemi nën kontrollin ton këtu në Shkup. Kështu që shpresoj që sot të formojmë edhe ekipe psikologjike, të cilët do të japin përkraje për pacientat, po edhe për familjet prej rastit tragjik që ndodhi në Koçan.